Hajde qa recete kam bëu sot speca me kos dhe hudhra. Nuk e di se sa feta buk kam gërnë se aq që mirë është. Jam I sigur që të gjithë e keni shumë qef këtë recetën. Kështu që ju ftoj ta ndiqni videon deri në fund. Edhe do të çuditeni kur ta mësoni se sa lehtë dhe sa shpejt përgatitet. Pasi kemi larë specat mirë, I skuqim në një tigan me pak vaj dhe pak krip. Do t'i shtojmë dhe një thelbi hudhër. Mos harroni të rrotulloni specat ke tigani. Me qëra fjala, shumë për jush që I shikoni videot e mia, I bëni like, I komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Pasi specat të jenë skuqur, do t'i largojmë nga tigani dhe në të njëjtin tigan do shtojmë 4 lugë kos. Tani e mira do ishte të përdornim gjis, mirë po unë nuk kam ku ta gjej gjisën, kështu që kam përdorur djath feta. Do ta përziejmë mirë derisa të shkrijë djathi, pastaj do të shtojmë pana. Tani është momenti që specat të rikthejmë sërish në tigan. Do t'i lëm kështu në zjarr të ulët për 5 deri në 10 minuta. Unë I hodha dhe pak rygon përsipër dhe shikoni pak sa të mira kanë dalë specat me kos dhe hudhra. Duhet ta provoni dhe ju këtë recetën se s'bën, sepse e pat dhe sa e lehtë ishte për t'u përgatitur. Tani vetëm një fet buk edhe nuk ka më mirë. Nuk e di se sa feta buk kam gërnë me këto specat me kos dhe hudhra. Uroj shumë që t'ju ketë pëlqyer receta e sotme, më thoni në komente çfarë përgatis në videon tjetër. Ciao!